100 magazinat të tregtarëve janë shkrumbuar. Mundi shumë viteve u doq tregtarëve para syve pas flakëve masive që përfshin 2 magazinat e tregut të rrobave që ndodhen në lagjen 5 Maj në Tiranë. Gjithçka është e shkrumbuar dhe tregu i rrobave është kthyer në hi. Forcat zjarfikse u rikthyen sot në zonë pas disa vatra u reaktivizuan dhe po mundohen për të mbajtur nën kontroll situatën. Shkak i zjarrit dyshohet të ketë qenë një shkëndijë elektrike. Fillimisht ndallohen pas flakët të cilat më pas nisin të përhapen me shpejtësi dhe për shkak të materialit tekstil. Pamjet e kamerave të sigurisë shfaqen flakët të cilat sipas ekspertëve paraprakisht dyshohen prej elektricitetit prej ngjyrës karakteristike. 2 kapanonet e djegura dhe B kanë më shumë se 100 magazina me një sipërfaqe totale rreth 10.000 m2. Tregtarët thonë se ambientet ishin të pasiguruara. Ato shprehen se paguanin vetëm qiran pranë SHA uzina Dinamo, e cila varionte nga 38 deri në 45.000 lekë të rinj në muaj në varësi të sipërfaqes së ambienteve. Unë ka pas dyqanin më të vogël këtu. Sa lera e mallit tuaj? Sa dushëm më tepër se 200 milion lekë. Çfarë tregton? Neve, unë më i vogli, po tjerët që kanë më shumë këtu. Çfarë materiale tregton? Unë tregtosha çorape. Çorape dhe kështu geta, streçe, gjona kështu. Vetëm një dyqan? Unë kisha një, goca kishte 2. Goca u doq komplet. Kondinjer Marena, goca. Po këtu tani na u bo pallati këtu kemi raljen edhe na sollën këtu. Ja, la marina që kanë bërë këtu. As nuk na i siguroshin. Ju kanë kërkuar? A ju kanë kërkuar ju më herët të largoheshin? As i herë, ku? Këto i panonë me gjithë bashkinë, u lidhen me bashkinë edhe ja. Dyqanet tuaja janë të shkrumbuara plotësisht. Ja ku i ke, gjitha. Gjitha dyqanet, jo vetëm imi, gjitha. Oj nuk na i siguroshin, kemi vajt ke sigurimet me këtë lloj. Me këtë lloj ndërtimi këtu nuk sigurohet asnjë gjë. Sa qira për cifër? Unë pagosha 570.000 lekë. Po vajza? Më shumë se 1 milion lekë. Se kishte 2. Çfarë kërkoni ju nga shteti në këtë? Ore të verifikoj. Shpërblim total të ka ardhur për fajin ton, ka ardhur për fajin e këtyre se ka marrë aty ka plas. Ke panelet që kanë vënë këto. Ke panelet, ka plas aty. Nuk e di unë se si ka ndodhur, se unë kam qenë në shtëpi. Nga lafët dhe shikojnë kamerat, janë kamerat. Ose do t'im qefin. Ju kishit kamera vetë? Ore, ne pak ko kemi këtu. Ne pak ko kemi, ne kemi 5-6 vjetë tu. Ja 10 vjetë, asë 10 vjetë s'ma mërmenja. Po kemi gjithë jetën tonë, se gjithë i futësim tu. Asë një me kush ka artu. Asë i gjomë, Allah. Lafe qarkullojnë, Allah. Lafe. Një incident u regjistrua pranë vatrave të zjarrit mes një tregtari dhe një përgjegjës së tregut. Tregtari i akuzuar se është fajtor për zjarrin e madh. Kjo ka detyruar policinë të ndërhyjë duke e shoqëruar. Do të jetë grupi hetimor që do të përcaktojë shkaqet e zjarrit, ndërsa 5 automjete të forcave zjarfikse janë ende në terren për të mbajtur nën monitorim vatrat aktive të zjarrit. Kapanoni ka disa aksioner në pronësi në emrin Dinamo SHA, por aksioner kryesor për më shumë përqindje është pronari i fabrikës së miellit.